Mirëmbrëma shikues të televizionit të shtat, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Edicionin e hapim me ngjarjen që përkon me datën e sotme, e cila shënënditën memoriale të policëve të rënë në detyrë. Në ndërim të kontributit të tyre sot patin nderime nga krerët më të lartë të shtetit, të cilët vlerësuan veprën e tyre në uniform në përmbajtje të sovranitetit dhe rendit e ligjit në Kosovë. Ditën e nisën me homazhe. Në ditën memoriale të policëve të rënë në detyrë, krerët të shtetit u mbledhën herët në mëngjes. Heronjtë e paqes që dhanë jetën në uniformën e policisë së Kosovës i nderuan fillimisht para lapidarit të tyre. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albrena Haxhiu tha se kontributi i të rënëve brumosi sigurinë e sovranitetit të vendit. Sot kujtojmë se liria, siguria dhe sovraniteti i shtetit tonë u ngritën edhe mbi sakrificën e policëve të rënë në detyrë, të cilët dhanë gjithçka edhe jetën e tyre për Kosovën dhe qytetarët e Republikës tonë. E sakrifica e policëve të rënë në detyrë u tha se është dëshmi e një policie të pamposhtur nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Republika e Kosovës është më e sigurt se kur më parë, edhe për shkak se policia e Kosovës është më e fortë se kur më parë. Në këto vitet e fundit, në disa valë të regrutimeve të reja, janë rreth 200 policë të komunitetit serb, të cilët janë inkuadruar në policinë tonë dhe në kuadër të kësaj force të gjithëmbarshme, e cila është e përbërë prej 10.000 pjesëtarëve, kontribuojnë që në Kosovë të sundoj ligji. Kurti bashkë me një pjesë të qeverisë në detyrë e drejtues të policisë së Kosovës, homazhet i vazhduan edhe te varri i heroit Afrim Bunjaku në Samadrejq të Vushtrisë. Të njëjtit, më pas shkuan edhe në varag të Zubin Potokut, ku nderuan edhe heroin Enver Zymeri në vendin ku në vitin 2011 ra heroikisht në krye të detyrës. Në këtë ditë të shënuar u bën edhe vizitat e familjarët e policëve që u vranë gjatë detyrës në Veriun e Kosovës. Familjet e Afrim Bunjakut dhe Enver Zymerit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti u zotua se shteti i Kosovës do të jetë pranë tyre çdo herë. Në uniformën e policisë së Kosovës qëndrojnë para shtëpisë së heroit. Edhe Afrim Bunjaku pati veshur këtë uniform kur ra heroikisht më 24 shtator të 2023-s. I vrarë nga terroristët serb në krye të detyrës, gjatë sulmit në Banjsk, Bunjaku u shpall heroi i paqes. Familja e tij këtë diel hapi dyert e shtëpisë për të pritur mysafir, e në mesin e tyre edhe kryeministri në detyrë Albin Kurtin. Kjo në ditën memoriale të policëve të rënë në detyrë. Biseda e vizita që i disa minutëshe për Kurtin e të tjerët. Me të dalur, u nis drejt familjes së Enver Zymerit. Ky i fundit ra fiks 15 vite më parë në varag të Zubin Potokut, gjatë operacionit të madh të policisë së Kosovës kundër strukturave kriminale serbe. Fëmijëve të heroit, i cili njëri nga ta tashmë ka ndjekur rrugën e të atit, u tha se mbështetjen e qeverisë do ta kenë ka herë. Mes tjerash, Kurti foli edhe për njohjen me familjen Zymeri, donse jo direkt me Enverin. Unë rahmetli Enverin se këmë njohë, po jem njohë, si me antarë të një familjes me pasën rejmë, po kuj me mua rejmë të cilë me kena posë një dhomë, njëjtët një qëllimi për në rejmë. Që nga themelimi i policisë së Kosovës, 24 policë kanë vdekur derisa veshur kishin uniformën e kajtërt. E pikërisht për policët, trajtimin dhe kushtet e tyre të punës, kryeministri në detyrë Kurti dhe qeverisja e tij vazhdimisht janë kritikuar. Këtë po e bën edhe ish-drejtori i policisë Rashid Qalaj, i cili po kërkon zgjidhje për problemet që kanë uniformat blu. Një ndër profesionet më të vështira e njëkohësisht edhe më pak i vlerësuar. Kështu po e konsideron punën e policit ish-drejtori i policisë së Kosovës Rashid Qalaj. Sipas tij, kjo kategori meriton trajtim të veçantë institucional si pasojë e rrezikshmërisë së lartë që ka. Mos harrojmë që nëse një
punë ka rrezikshmëri është puna e polisit dhe policëve, të cilët shërbejnë 24 orë, janë shërbim të popullit të Kosovës, janë shërbim qytetarëve të Kosovës. Dhe mendoj që duhet një trajtim i veçantë për këtë kategori të rëndësishme të vendit. Mendoj që ata kanë shumë vështirësi, sidomos gjatë tyre 4-5 viteve të fundit, e që nuk është dashur t'i kenë. Ish-drejtori i uniformave blu përmend edhe ballafaqimin me mungesën e kushteve esenciale. Mendoj që Policia e Kosovës ka kaluar një periudhë mjaft të vështirë për shkak se edhe nga aspekti emocional. Nuk është lehtë për një polic kur flitet në për studio televizive për mungesën e këpucëve, e uniformave, për mungesën e fotokopjuesve, për mungesën e pajisjeve, për pjesëve për vetura dhe gjitha pajisjeve elementare që atyre duhen për punë. Në krejt këtë mes, Çalaj ka një apel për policët. Drejtori i policisë dhe stafi i tij duhet luftojnë, të kërkojnë vazhdimisht nga ministri respektivisht nga qeveria buxhet shtesë dhe pastaj atë buxhet ta trajtojnë si dohet, të zhvillojnë procedurat e prokurimit si duhet dhe me kohë dhe mos lejojnë që polici të jetë pa uniformë për 4-5 vite. Ne e pam tani që sa duket fatmirësisht është nënshuar një kontratë për uniformën e policisë, mirë po gjendja e tyre ka qenë e mjerueshme dhe duhet kërkuar përgjegjësi të secili individ i cili nuk është gjendje të kryejë detyrat ashtu si do. Qeveria e Kosovës vazhdimisht është kritikuar se ka dështuar sa i përket trajtimit të punonjësve të institucioneve të Kosovës, e sidomos kur bie fjala për policinë dhe ushtrinë. Sot shënohet edhe 8 vjetori i vdekjes së veprimtarit të çështjeve kombëtare Adem Demaçi, njohur si Mandela i Kosovës. E po në këtë ditë nuk munguan as homazhet tek varri i tij. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me ushtruesen e detyrës së presidentes Albulina Agjiu shkuan atje dhe vendosën lule te varri i Demaçit. Pas homazheve, Kurti e vlerësoi Demaçin si simbol të qëndresës dhe rezistencës ndaj regjimit jugoslave serb, duke theksuar sa i mbeti i palëkundur në idealet e tij, pavarësisht 28 vjetëve të kaluara në burg. E për kujtim, e mirënjohje për të pati edhe nga kryetari i PDK-s Bedri Hamza. Ai atë kujtoi si simbol guzimi e sakrifice, duke e cilësuar si qëndrestar të pathyeshëm, mbrojtësin më të madh të drejtave të njeriut dhe të dinjitetit kombëtar. Edhe për ish kryetari në AK-s Ramush Haradinaj, Demaçi ishte i pamposhtur dhe frymëzim për brezat të tërë në secilën rrethan historike. Adem Demaçi kaloi gjithsej 28 vjet në burgjet e ish regjimit jugoslav dhe serb në 3 dënime të ndara, fillimisht 3 vjet, më pas 10 vjet dhe herën e tretë 15 vjet. Vijojmë edicionin me informacionin nga siguria. Një 20 vjeçar është sulmuar nga një grup prej 3 personash. Me që rast edhe është thirrur me thik. Ai po trajtohet në ÇKK, dërsa autorët e krimit nuk janë kapur. Midis Prishtinës ku ndodhej me vëllain e tij u sulmua. Në sheshin Skënderbeu, 20 vjeçari me inicialet B.H ju afruan 3 persona papritur. Siç ka mësuar të shtat, ai fillimisht u shtyje fizikisht e më pas u godit me thik në shtëpinë. Ngjarjen e ka konfirmuar policia e Kosovës. Një mashkull kosovar është dërguar për trajtim mjekësor pasi që i njëjti është sulmuar me thik nga një i dyshuar i panjohur. Nga ta nuk u konfirmua se ka të arrestuar, derisa sipas burimeve vëllai i viktimës ka bërtëditur se nuk i njeh autorët e sulmit. Pas sulmit, i riu dërguam në urgjencë për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gjendja e tij u raportua e rënd, mirë po, nga ÇKK nuk dha informacione lidhur me këtë gjatë ditës. Ndërkohë, rasti është iniciuar nga policia si vrasje në tentativë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Hetimet janë në vazhdim, ndërsa autoritetet po punojnë për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve. E pas muajsh të tërë kërkimesh e pasigurie për fatin e tij, historia e një burri nga Malisheva ka marrë fund në mënyrë tragjike. Halim Ramadan Sopa, i cili ishte raportuar i zhdukur që nga mëngjesi 5 tetorit 2025 në fshatin Janqisht, është gjetur pa shenja jete. Familja kishte kërkuar ndihmën e qytetarëve për gjetjen e tij pasi ai ishte larguar nga shtëpia rreth orës 7, që nga ajo kohë nuk kishte asnjë informacion për vendodhjen e tij.
Në vendin ku gjet trupi ka ndalë njësit policore dhe ekipet hetimore, të cilat ka nisur ekzaminimet për të sqaruar rrethonat e vdekjes. Shkaqet janë ende të panjohura. E 2 persona janë arrestuar në Ferizaj pasi dyshohen se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj 2 anëtarëve të familjes. Sipas policisë së Kosovës, një grua dhe vajza e saj dyshohet se janë sulmuar nga bashkëshorti dhe djali. Viktima dhe vajza e saj dyshohet se janë sulmuar nga bashkëshorti dhe djali. Viktima, pas trajtimit mjekësor, janë dërguar në strehimore, ndërsa të dyshuarit janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë. Policia e Kosovës ka nisur hetimet për një rast të dyshuar të kontrabandës me migrant, pasi në një kamion gjatë shkarkimit të madrave në Gjilan janë gjetur 6 shtetas të huaj. Sipas policisë, njësit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë shoqëruar në stacion 6 shtetas të huaj së bashku me drejtuesin e kamionit, ku janë intervistuar në prani të prokurorit. Shtetasit e huaj pasi janë intervistuar, të njëjtëve u janë lëshuar vërtetimet për akomodim, sipas procedurave dhe janë liruar, thuhet në njoftimin e policisë. Rasti është iniciuar si kontraband me migrant dhe hetimet janë duke vazhduar. Nga Gjilani kalojmë në Vushtri, por jo për informacione nga siguria. Në një prej shkollave të kësaj komune, me vetë iniciativën e drejtorit, pamja e oborrit po duket si një park. Ai po përkujdeset vullnetarisht për gjelbrimin dhe mirëmbajtjen e tij, duke mbjellur edhe pemë lule. Duket si obor i shtëpisë, por ky kopsht i vogël ndodhet në shkollën fillore Adi Kelmendi në Vushtri. Llojshmëri të luleve, pemë fiku e kumbulle janë vetëm disa nga të mbjellat në këtë borë. Krejt kjo me vetë iniciativë të drejtorit të shkollës, Midazim Hyseni. Prej vitit parë që kam ardhur, mundu që dal nga dal me plotësue, atë sa kemi pas mundësi, sepse mundësit janë vetanake, domethënë nuk janë institucionale, shumica janë vetanake, një pjesë shumë e vogël është institucionale. Po ta kishim prej institucionin ose komunën, me siguri se kishim mujt me realizu këto. Edhe komuna ka bënë atë vetën sa ka pas mundësi, po dihet se buxhetet janë të limituara. Mirëmbajtjen e tyre kryesisht e bën vetë 61 vjeçari edhe në ditët e pushimit. Unë kujdesna kryesisht për këtë kopsht vetë, e kam hobi, dhe këtu kemi disa lule, disa lloj luleve, kemi begonin, kemi lul kumpiri që i thojmë na, kemi lul prizrenin, kemi disa bimë tjera, kemi karanfilat të 2 llojeve. Por kjo pjesë nuk është e vetmja në këtë formë në ambientet e shkollës. Obori i jashtëm tashmë ka pemë e pisha të mëdha që bëjnë hije e krijojnë një formë parku. Hyseni tregon se kjo pjesë frekuentohet mjaft shpesh edhe nga qytetarët e nxënësit në kohën e pushimit. Sinqerisht të kriju një kulturë shumë e mirë, saqë këtë nuk prej kërkosh kurrë, përkundrazi vinë, i kryjnë ato muhabetet që i kanë, rrinë, lujnë, tana po nuk kem deri tash asnjë bimë të dëmtuar, asnjë pemë të dëmtuar, çdo gjë është në rregull. Pra shfrytëzojnë për interesa, se edhe këta kanë kuptuar që është për interesa tyre së tani është edhe interesi i shkollës. Midazim Hyseni me gjithë këtë punë tenton të jap një mesazh. Jem edhe si nështë shkollë model që t'ju dhom edhe tjera shkolla një udhëzim ose një rrugë se me dëshirë mundesh me bëtë çka dush dhe mundesh me mrish çka dush. Donë jo ato maksimumin e maksimumit, mirë po këto gjëra mundesh me mri, se nuk janë disa komedica të kushtueshme. Shkolla fillore Adi Kelmendi në Vushtri numëron mbi 900 nxënës. E në krejt shkollat e vendit po ka rënje të numrit të nxënësve, faktorët e kësaj po listohen të shumtë e të ndryshëm, derisa masa konkrete po kërkohen nga institucionet përgjegjëse. Dita ditës numri i nxënësve në shkolla po bie. Ato nuk janë më të mbushura siç ishin vetëm pak vite më parë. Sipas drejtorit të arsimit në Prishtinë, pas krejt këtij trendi lokal, ka disa arsye. Kryesore se më dominante janë ato të migrimit, të jashtëm dhe të brendshëm. Kemi sot një numër të madh të familjeve për dallim nga e kaluara që kanë lëvizur njerëzit individualisht, të ri ose të reja që kanë lëshuar vendin, sot po lën vendin familjet të plota, dhe sidomos kjo është e theksuar tash pas kohës, pas liberalizimit të vizave në masë më të madhe. Po ashtu
E ish ministri i Arsimit, Shoqëri Bytyqe, këtë rënje po e konsideron si krizë. Pra është një tregues si një krizë demografike në Kosovë, një krizë ekonomike, mund të themi edhe një krizë territoriale. Pra këto janë shkaqet të cilat ne duhet të analizojmë dhe të shohim dhe si institucione, por edhe si shtet se çka po ndodh me këto ndryshime. E ndonë se rënja e numrit të nxënësve në komunën e Prishtinës nuk është aq evidente, nga Drejtoria Komunale e Arsimit thonë se ka ndërmarrë disa hapa që të parandalojnë këtë trend. Në shkollën fillore të mesme të Ogjët Mitrosh Kuteti në Prishtinë, 2 vitet e fundit kemi pasur rritje të numrit të nxënësve. Këtë vit në klasën e parë kemi pranuar 75 nxënës, 20 më shumë se vitin paraprak. Në përgjithësi, 2 vitet e fundit kemi rreth 150 fëmijë më shumë. Ndërkohë, në një shkollë në kryeqytet, ndryshe nga të tjerat, ka pësuar ngritje të numrit të nxënësve në vitin e fundit shkollor. Jemi duke bërë monitorimin e vazhdueshëm të regjistrimeve, optimizimin e organizimit të mësimit, investime në infrastrukturë dhe pajisje, si dhe përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe ofrimin e kushteve më të mira për nxënësit. E nga Ministria e Arsimit treguan se numri i nxënësve në institucione arsimore diktohet nga trendet demografike të popullsisë së një vendi. Ndryshe nga numri i nxënësve në Kosovë është inflacioni që po ka rritje të vazhdueshme. Ekonomistët thonë se kjo ngritje u pa veç mas 2 vitet e fundit, e që sipas tyre ka rënduar edhe më tepër jetën e qytetarëve të vendit. Standardi i jetesës së qytetarëve po rëndohet si pasojë e inflacionit i cili ka shënuar rritje të ndjeshme viteve të fundit. Shkalla e tij, sipas ekonomistit Lulzim Beqiri, ka shënuar ngritje veçmas në 2 vitet e fundit. Sigurisht Kosova po ballafaqohet me rritje të inflacionit tash e 2 vite, ka një rritje që është e papërballueshme për çdo Kosovës, duke marrë për bazë edhe faktin që pothuajse në 2 vitet e fundit kemi qenë gjithmonë në zgjedhje dhe institucionet e Republikës së Kosovës i kanë harruar qytetarët e tyre dhe qytetarët janë mit vetëm duke u ballafaquar me rritjen e inflacionit. Pavarësisht, për shembull, Kosova varet prej shumë zinxhirit të furnizimit, një krizë e vogël në një vend të Bashkimit Evropian afektohet në Republikën e Kosovës. Sipas tij, problemi në rritjes së inflacionit e thellon fakti që niveli i pagave kryesisht mbetet i pandryshueshëm. Pastaj është çmimi i energjisë elektrike, gjithashtu edhe çmimi i derivateve, gjitha këto janë faktorë që ndikojnë në rritjen e kostos së jetesës në të qytetarët e Republikës së Kosovës dhe kjo po vështirëson edhe situatën aktuale që sidomos për kategoritë që janë me tarna të vogla, sepse kemi rritje të inflacionit, po kemi stagnim të rritjes të pagave, apo rritje të pagave në vlerë minimale në krahasim me inflacionin. E krejt situatën ekonomike në vend po e konsideron shqetësuese ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Në aspektin ekonomik, situata në Kosovë është vërtet mjaft shqetësuese nga fakti që është një agjendë politike që apo e nënshkalon zhvillimin ekonomik dhe proceset ekonomike. Në këtë drejtim nuk duhet të na habit fakti që distancë në globalizim nuk ka, ajo që nuk ndodhet kudo në botë, por reflektohet dhe po manifestohet ekonomikisht edhe në Kosovë. Gërxhaliu thotë se qeveria duhet të gjejë mekanizma për të ulur inflacionin. Në këtë drejtim duhet të mësohet apo të mirën përvojat më të mira nga vendet të rajonit dhe më gjerë, ku do të manevrohet qoftë me akcizë në produkte strategjike, qoftë me ulje të tatimit vlerën shtuar, ka metoda të ndryshme për dhe pakut të veçanta për produktet esenciale. Në veçanti kjo situatë është shqetësuese kur kemi inflacion, kemi rritje të çmimeve, por nuk kemi lëvizje të pagave. Sipas raportit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit, inflacioni vjetor në Kosovë ka arritur në 6.0% gjatë muajit qershor 2026. Ndërkohë në shifra gjithnjë më të larta janë edhe importet e Kosovës, e sidomos në shifra marramendëse po vlerësohen të jenë importet e produkteve bujqësore. Ndërsa toka bujqësore në Kosovë mbetet me potencial të madh, raftet e marketeve vazhdojnë të mbushen me produkte të importuara. Brenda vetëm një vite, importi i produkteve bujqësore ka kaluar 1 miliard euro, një shifër që, sipas ekspertëve, dëshmon varësi nga tregjet e huaja dhe mungesën e mbështetjes efektive për prodhimin vendor. Kosova nuk përkon me kushte klimatike që të kultivojmë oriz, agrume, bimë mediterane, kafe e tjera të ngjashme, ato duhet të importohen, por të importohen produktet që përkojnë me kushtet tona agroekologjike është pa justifikueshme. Rusinovsi veçon edhe potencialin që ka Kosova për rikthimin e kulturave industriale.
Nëse e marrën, do më thonë, bujqësi i vajnë, sheqerin dhe duhanin, do të punësorëshin një rreth 100.000 njerëz, sepse është një standard ndërkombëtar që 1 hektar duhan punëson 3.5 dhe 4.2 punëtor. Dhe me 10.000 hektar duhan të mbjellur në Kosovë që ka të në tradit, qoftë Anamorava, qoftë pjesa e Dugazhinit, e në veçanti Gjakova, ku në fundit me duhanin në gjithë madh Virgjinin, punësohen shumë njerëz dhe finalizohen çdo prodhim në bujqësi. Nëse nuk finalizohet, në një farë forme nuk e kemi dhënë prodhimin tonë, as profesional, as kombëtar. Profesori ka kritika dhe për çmimin me të cilën fermerëve po oblihet gruri këtë vet, duke thënë se nuk mbulon kostot e prodhimit. Vitin e kaluar ka qenë mesatarja e dorëzimit të grurit 19 cent, si vjeta 18 cent, përkundër që ne, domethënë fermerët kanë pas kosto shumë të lartë të prodhimtarisë, edhe të inputit përgjithësi edhe të naftës në veçanti. Domethënë këtu politikat bujqësore duhet të rishikohen e ndoshta të motivohet më shumë fermeri për produktivitetin e punës që realizon për njësi përfaqësore. Përderisa importi vazhdon të rritet, ekspertët kërkojnë politika që do ta kthejnë prodhimin vendor në prioritet, duke e parë bujqësinë jo vetëm si sektor ekonomik, por edhe si garanci për sigurinë ushqimore të Kosovës. Me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendje, natën e mirë.